إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kemi frikën e Allahut Azza wa Jall me një frikë të sinqertë, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kem frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen, mirë po dhe të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Allahu Azza wa Jall në një jetë kuranor thot: kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Çdo shpirt ku me shiu vdekjen, e shpërblimin do të merrni në ditën e gjykimit. Mirë po ai cili largohet prej zjarrit të xhenemit e futet në xhenet, i tili ka shpëtuar dhe ka fituar. E nuk ka fitim më të madh se njeriu me shpëtu prej zjarrit të xhenemit dhe Allahu Azza wa Jall me shpërbly me xhenet. Në ditë kur do të ringjallën njerëzit, ditë e vështirë, e cila do të zgjatë me mijë vite, që prej lahtarisë të asoj dite edhe fëmija plaket, edhe vendosen peshorët, e shpërndahen regjistrat e veprave, e përmbi xhehenem vendoset një urë, një sirat, cilën gjithë kemi me kalu. Kush është me iman të fortë e me vepra të mira, dhe kalon me rrugë dhe urë të ndriçuar dhe me shpejtësi të madhe. Kush është pa besimtar, do të bjen. Mirë po, këmë pas edhe besimtar e mëkatar, që në dy anë të asaj ure këmë pas grepa që dikon kanë me grith, e kanë me lëndu, e dikon kanë me tërjek, e kanë me hidh në zjarr dhe xhenemit. Edhe pse është besimtar. Mirë po, si besimtar, qëndrimi i tij në atë do të jetë i përkohshëm, edhe Allahu Azza wa Jall një ditë do t'jep leje që ai person me dal prej xhenemit edhe me hi në xhenet. Jo vetëm një, po ata kanë me qenë me numër të madh. Mirë po është interesant, vëllezër të nderuar, rasti atij personit i cili i fundit del prej xhenemit,
edhe i fundit i cili hin në xhenet. Se ka ardhur përshkrimi i tij në mënyrë detajuar se si që ndrën puna kur atë ditë kanë me kalu atë sirat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me umetin e tij i pari, e askush nuk do të flet prej gajleve dhe derteve që do t'i ketë përveç pejgamberëve duke u lut, duke thonë Allahumme sellim sellim, o Allah, shpëtoj njerëzit për kësaj ure. E thash disa do të binë për gjithmonë, e disa për mëkatet e tyre do të dënohen me një kohë caktuar, mirë po do të shpëtohen çdo kush i cili ka fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah në zemrën e tij, e që Allahu azza do t'i urdhëron melaqet me i nxjerr këta persona dhe i njohin melaqet ata persona përmes gjymtyrëve të namazit, nga se Allahu azza wa jalla ka bë haram xhenemit me i djeg pjesë e namazit, derisa vjen te personi i fundit cili është në xhenem i kthyer ka zjarri, edhe i lutet Zotit, o Zot, më largo ftyrën teme prej këtij zjarri i cili era e saj më ka nxonë frymën edhe flaka e saj na më ka djeg. Edhe i thotë Allahu azza wa jall, o njeri, nëse ta e plotësoj këtë kërkesë, e do ta plotësoj vetëm që të mos më kërkosh asgjë tjetër. Edhe do të thotë, po Zot, edhe jep besë e premtime se nëse veç ma shpëton ftyrën, ma shpëton trupin pe zjarrit të xhenemit, unë s'ku më kërku asgjë tjetër. E Allahu azza wa jall e shpëton pe zjarrit të xhenemit, e tash po e shet derën e xhenetit edhe po e shet xhenetin, i thot, o Zot, a ka më mundësi më afru veç deri te dera e xhenetit? E kom me thonë Allahu azza wa jall, o birja Ademit, sa mashtru si je, a i dhe gjitha ato premtime dhe ato besa se s'ke me lyp kur gjë tjetër vetëm se me të largu pe zjarrit të xhenemit, ku me të afru pe derës xhenetit me kush që s'ke me lyp ma kur gjë tjetër. E prap jep premtimet e njëjtë edhe besën e tjetër se veç afrom te dera e xhenetit, se s'ku me lyp ma kur gjë tjetër. E kur afrohet asaj dere, e i sheh bukuritë e xhenetit, e i sheh njerëzit duke u begatuar e u knaq me të mirët e xhenetit, prap kom me thonë, o Zot, a ka mundësi veç më mshti pak në xhenet? E kom me thonë Zoti, a mëre birja Ademit, sa mashtru si je, sa premtimet i dhe, e sa besën e dhe, se s'ke me lyp kur gjo hiq tjetër, vetëm se me të afru të xheneti, e ta shpolyp prap me hi në xhenet, edhe fut Allahu azza wa jall në xhenet, edhe i thot, kërka, çka të dush, e kërkon çka i bjen men krejt. E dikur kur i harxhohen ato kërkesat, Allahu azza thot kërko edhe çito. E kur i harxhohen edhe ato, thot Allahu azza i ki edhe 10 fishën e çisojna. Që kjo është njeriu në pozitën më të ulët në xhenet, i cili i fundit hyn xhenet dhe i fundit del pe xhenemit. E ka ardhur një hadith tjetër dhe të vërtet, prathërsisht me të njëjtin kuptim kur Musa alayhi salatu wassalam e ka pyetur Allahun azza wa jall se cili është njeriu në pozitën më të ulët në xhenet. Thot është ai personi i fundit i cili hyn në xhenet, edhe kur i frohet xhenetit dhe i thuhet hyn në xhenet, thot o Zot, e çysh të hyn në xhenet kur këtë njerëz të tjerë pas kanë hyrë dhe këti pas kanë marrë ato hiset e veta. E thot Allahu azza wa jall pasi që qesh me të, i thot hy, edhe kërka, se kime pas ti sa ka një mret në këtë dunja, e 2 fishën e saj, e 3 fishën e saj, e 4 fishën e saj, derisa në vendin e 5, i thot o Zot, mjafton dhe jam i kënaqur, thot Allah e 10 fishën e saj. Ky është personi i fundit që hyn në xhenet në pozitën më të ulët në xhenet. Allahu azza jall nda bëh për atyre që hyn s'pari në xhenet, pa pas nevojë me kalu për xhenemit, pa pas nevojë me na nxjerr në këtë formë prej saj. Mirë po do të ndalem vëllezër të nderuar me këtë hadith
vetëm një 3-4 mesele me folë rrethina. E para, vëllezër të nderuar, është rëndësia e imanit, besimit, se pavarësisht sa ka mundësi njeriu më përly me mëkate, sa ka mundësi e që më u dënu, e që ka mundësi edhe me mija vite mu dëkun dhe në gjëhenem, përfundimi i çdo besimtarit që e thot fjalën la ilaha illa Allah, me lejen e Allahut azza wa jalla do të jetë xheneti. Mirë por unë Zot, mos me pas iman, mos me pas besim, me përly me kufër e shirk. Çdo mëkat Allahu azza wa jalla ka mundësi edhe ta fal, edhe dënon përkohësisht. Mirë po këtë s'ku me ta falë kur, mirë po keme qenë përgjithmonë xhenem, nga se Allahu azza wa jalla ka thonë inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu azza wa jalla nuk e falë mëkatin kur i bëhet shok atina, ndërsa çdo mëkat nër të ja falë kujna don. Qul uhiya ilayya wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Thuaje Muhammed, më shfrymzuar mua dhe pejgamberëve para meje, se në qoftë se bën shirk, ku më të shkatru vepra dhe këtë veprat kanë më të bëjë hir plon. Edhe në pejgamberi Allahut azza wa jalla qoftë runa Zot, qoftë se bën kufër, edhe pse kjo s'ndodh. Mirë po më tregu se edhe pejgamberi runa Zot me ndodh kjo punë, nuk ku më pas mëshirë, qoftë se njeriu domethënë ka bërë shirk, ka bërë kufër, edhe nuk ka pas besim në Allahun azza wa jalla, nga se ç'kjo është madhështia e besimit të nderuar, e cila pavarësisht sfidam këtë botë, e ndoshta edhe dënimet nesër ditën e gjykimit, përfundimi i çdo besimtarit ku me kanë xhenete, e pra duhet me pas kujdes njeriu me rujt imanin e tij si sytë e ballit për çdo gjë që e cënon atë, qofta e shirk, qofta e kufër, qofta e bindje kot, qofta e bestutni, që me mujt me majt këtë imanin si dritën e zemrës. Kjo është e para. E dyta, vëllezër të nderuar, e dëgjut se Allahu azza wa jalla kur i urdhëron këta persona më nxjerr prej xhehenamit, me laqet i njofin ata. E ka në ardhur hadith se i njofin përmes gjymtyrëve të namazit, me ato 7 gjymtyrë që të kemë bërë sejdën me to. Majat e gishtrinjve të këmbës, gjënjet, këto 2 dur, edhe ky ball me hundën në fytyrën tonë që të kanë bërë sejdë. Që i bie vëllezër të nderuar, nëse njeriu nuk ka namaz, edhe më dash më shpëtu, s'ka më shpëtu se s'ku më njoft, se s'ka shpëtim për të. Pra, porësia e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë es-salah, namazin. Funa e parë që ku më pyet njeriu nesër ditën e gjykimit ku më qenë namazi. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili e ruan namazin ku me pas dritë dhe nur, mirë po ai i cili se ruan namazin ku morin gjallë me Faraonin, me Karunin, me Hamanin, me Umayya bin Khalaf, kokat e kufrit gjatë historisë. Vëllezër të nderuar, se keni dëgjuar një ajet kuranor ku thot Allahu azza wa jall wailul lil musallin, mirë për namazlit. A din për kënë e ka fjallën, ata namazin që e qesin pej kohës, Allahu për thëtë mirë për të. E qka për jo mërmenja, pra që se falë heq, e cili jetën 50 vjetë, edhe kurse që të krynë sejdë. Pra së është çështje dëshira, çështja e namazit, dhe zëtë ndëruar. Qofse kam kohë e falje, qofse kam vullnet e falje, nga se shpëtimi jonë, pavarësisht se ndoshta kemë mundësi dhe mu dënu. Mirë, po pas tauhidit, pas imanit, shenje që në dallon neve se besimtar dhe në shpëton nesër në ditën e gjykimit, kanë me qenë ky namaz dhe këto gjymtyrë namazet që kanë bërë sejdë në këtë dunja. E treta, vëllezër të nderuar, çështja e duas me lut Zotin. Nga se ka ardhur në jetë kuranore wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qofse të pyesin ty Muhammed për mua, unë jem afër. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe thot Allahu azza jall, më lutni mua, unë ju përgjigjem. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza jall është fisnik dhe i turpshëm. Edhe i vjen turp prej robit me ngrit durt ka qielli edhe mja kthy zbrazura.
Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se gjërat më fisnike, më të dashura te Allahu azza wa jalla, pikërisht duaja se me njeriu me këtë e shprehet për uljen nevojën që ka ndaj Allahut azza wa jalla. E në rastin konkret ky person e që ka në disa transmetime 1000 vjet e ka lutë Allahun azza wa jall, o Zot largon prej zjarrit të xhenemit, o Zot afrom te dera e xhenetit, o Zot shtynom në xhenet. 1000 vjet e ka lutë Allahun azza wa jall. Çat gjendje kur realisht e ka pa që punët e tina e ka ditë ku e kanë çu. Po prapë Allahu azza wa jall nuk e ka zgjoni kur e ka lutë Allahun azza wa jall dhe kur ka insistuar në dua. E në qofë se ju ka përgjigj atina në qatë gjendje, që me veprat të tina ka merituar xhenemin, atëherë ne që akoma nuk e dim përfundimin ton, edhe kem mundësi me zgjedh, atëherë qysh mos i lutem Allahut azza wa jall, qysh t'jem koprac, edhe të mendojmë që kërkesat e kemi të mëdha e nuk mund të realizohet, kur e dim se sa do që kërkojmë për Allahun azza wa jall janë të pakta dhe janë të vogla. Edhe e fundit vëllezër të nderuar pe këtij hadithi që kuptohet është se sa bujar e sa mëshirë ka Allahu azza wa jall me robën e tij. Ka ardhur në hadith tjetër që njeriu nesër ku do të rinjallet, njeriu i cili ka pas vështirësitë më të mëdha në këtë botë, që ka jetuar që jetojmë në gazepin më të madh kësaj dunjaje, me qitë kamën e parë në xhenet, ku mi harru krejt, dhe më thonë gajlet edhe gazepin e kësaj bote edhe vujtit e kësaj bote. Njeriu me pozitën më të ulët, i cili ka merituar xhenemin, ka sa më tepër se dunjaja edhe çka ka në këtë botë. Kjo është mirësia e Allahut azza wa jall, kujna në njeriu si unë dhe si ti, që Allahu na ka kriju, Allahu na furnizon, Allahu na mban dhe mbikëqyr dhe ne prap ne ja kthejmë Allahut azza wa jall me arrogancë dhe me mëkate, edhe ndoshta edhe me kryenletësi. Edhe prap Allahu azza wa jall po na hap derën e pendimit që të pendohem në këtë dunja, mos shkojmë te Allahu azza wa jall me mëkate, mirë po edhe nesër nëse dënon për mëkatet që kemi bë, prap Allahu azza wa jall mëshira e tina po te kalon hidhrimin e tina dhe po na fut në xhenetet. Allahu azza wa jall na bëf prej atyre që që jem xhenet, pej të parëve që jem xhenet, pa pas nevojë më u pastrua në zjarrin e xhenemit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. Vëllezër të nderuar, pasi që të hyn ky person i fundit në xhenet, ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall e bjen vdekjen në formë të një dashit të bardh me disa nuanca të zeza. Edhe ju thot banorëve edhe të xhenetit edhe të xhenemit, apo e njihni kët. Edhe ngrisin kokën edhe xhenetlit edhe xhenemlit edhe thonë se çen ka vdekja. Edhe pren Allahu azza wa jall vdekjen, më ju thot o ju banorët e xhenetit, jetë dhe nuk ka ma vdekje. O ju banorët e xhenemit, jetë dhe ma nuk ka vdekje. Hini i fundit njeri në xhenet, ju në xhenet, ju në xhenem, kjo është jetë e amshushme dhe nuk me pas vdekje. Që kjo është destinacioni përfundimtar, që nuk ka ikje dhe shmangje prej ti. Gjithë do të ringjallim, gjithë do të dhajmë llogari, dikush në xhenet, runë Zot, dikush në xhenem, mirë po atë jetë është e përhershme dhe amshushme dhe nuk ka kthim mrapa. Mirë po përderisa nuk vjen ajo ditë e jem këtë dunja që Allahu azza wa jall na ka krijuar prej asgjëje, prej dheut, e na ka bërë këtë formë me konstrukt të bukur, na ka dhënë mendje, intelekt, e fuqi, edhe na ka dhënë gjithë të mira. Mirë po edhe na ka sprovuar me urdhra, me ndalesa. Të kem kujdes
se çka jemi duke vepruar në këtë botë, apo përgatitëm për atë ditë. Nga se siç thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, këtë dunja është duke shkuar ikur, ahireti është duke ardhur. Edhe këtë dunja i ka ata banorët e vet, edhe ahireti i ka banorët e vet. Mirë po bëhuni pej banorëve të ahiretit, e jo të dunjas, se sot ka vepër e nuk ka llogaridhënie. Mirë po nesër ka llogaridhënie e nuk ka mundësi me bë vepër. E para se marrë e ditë, kur njerëzit do të pendohen e do të bimë pishman, do të dëshpërohen me atë që do të gjejmë. E përderisa kem mundësi edhe jem gjallë, edhe kem këtë frymë të punojmë vepra të mira, që na afrojmë për të xheneti, e që na largojmë prej zjarrit të xhenemit. Mirë po një çështje vëllezër të nderuar, që për këtë kam zgjedh këtë temë është kjo, që njeriu këtë dunja kur vepron, le të këshyr që të fjalën që e fol, që të veprën që e bën, ato e bë për Zotin e që shpreson nesër mush për bly të Allahu Azza wa Jall me xhenet, ato e bë se thjesht që kjo vepër e largon prej xhenemit, apo ka interesa tjera. Qofse njeriu flet, e jep zor, e përlahet, e fyet me njerëz, bënja këtë pyetje vetes secili prej neve, pash Zotin çit fjalë që e të e bë, çit punë që e të e bë, çit zor që e të i dhon kaq shumë, apo e sënon me këtë punë xhenetin edhe me shpëtu pe zjarrit të xhenemit, apo kina interes tjetër. Ndoshta po dini për çka kam fjalën. Se për çdo 6 muaj janë të na lodh çështot. Bonet bindun se shumica e tyre nuk e dojnë ahiretin, ndoshta s'besojnë hiç. Edhe se kam për qëllim as xhenetin, as mu largu pe zjarrit të xhenemit. Po besa mu ka hidh mendja që as nuk e kanë interesin as të amnes tonin. Është çështja e thesarit, të nderave, interesa personale, se me të vërtet me kanë kon kështot që ne e dojnë vërtet të mirën, e besojnë Allahin dhe në xhenetin, nuk i ardhur puna me usprovue kështot ko pas kohe edhe me dalë shumë, dhe më thonë dhe qesharak. Mirë po, këtë lojnë e s'po mundëm me ndru. Aje që kërkohet për neve duhet me konë ma vetëdijshëm se dhe këta. Që thjesht mos me hinë vallën e tyne dhe me lujt lojnë që po dojnë me lujt, thjesht çdo sen, se nu fjalë që e thu, posh Zotin apo e kësënën ahiretin, apo kina interes. Qofse kina interes, as mos e lodh veten, as mos e lodh neve, qofse ki për Allah, Allah të shpërbleft. Mirë po ka mundësi edhe ki për Allah dhe mundesh mja huq. Mirë po kene kujdes, jem besimtar, jem namazli, jem xhamatli, nuk ka nevoj me pas fyrje, e me pas dhe më thonë fërkime mes besimtarve, se gjithë jem rëbë të Allah, të zëvgjel, gjithë e shëllësënojmë ahiretin, në gjenetin, Allah zëvgjel në baft prej banorëve të gjenetit, Allah zëvgjel në ruajt për zjarrit të xhenemit, Allah në mundësohën këtë dunja me vëpru vepra që na afrojnë nga xhenetin dhe në largojnë për xhenemit, Allah zëvgjel në jep sinceritetin dhe fjalë dhe vepra, Allah zëvgjel në i falë mëkatet tona, në i falë mëkatet të prindërve tonë, në i falë musliman përgjithësi, Allah zëvgjel e përmirësof gjendjen tonë, gjendjen e shtetit dhe shoqërisë tonë dhe vendit tonë. Lusim Allah në zëllë që ti përmirëson edhe këtë musliman në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون